Welcome to QR Pod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në episodin e radhës të Qiriazi Roots Podcast. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe në këtë episod vjojmë rrugtimin tonë me histori që frymëzojnë, sfidojnë dhe tregojnë se edukimi merr forma të ndryshme. E ftuara e këtij episodi është lektore dhe akrobate e lartësive, një kombinim unik mes mendjes akademike dhe trupit në ekuilibër me të cilën do të flasim për disiplinën, guximin dhe besimin në vetvete. Me ne sot është Fiona Rushiti. Fiona, mirë se vjen. Mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Mirë se vjen, Fiona. Mirë se ju gjej në shtëpinë time. Ju jeni shumë e dashur për studentat. Është një kënaqësi e veçantë vërtet ta nisim me ju dhe doja t'ju pyesja, si e shikoni rolin tuaj tek studentët? Atëherë, mendoj që duke qenë që dhe unë vetë kam nisur me shumë vështirësi, dhe sa herë që jam me studentët gjithmonë mundohem që t'ju flas dhe t'i orientoj drejt së ardhmës së tyre apo se çfarë ato duhet të ndjekin në jetën e tyre. Shkaku dhe që jam pedagoge e re në moshë, besoj që i motivon edhe më shumë dhe kështu gjejnë dhe veten e tyre tek unë si pedagoge. Shumë e vërtet. Fiona, çfarë të motivoi të zgjidhje rrugën akademike që je sot dhe pedagoge në Kolegjin Universitar Qiriazi? Atëherë, duke qenë që unë sportet i kam pasur gjithmonë ëndër dhe kam dashur gjithmonë që të jap mësim, të jem gjithashtu dhe trajnere dhe ja kam dedikuar jetën edhe vetë kësaj pjese. Dhe normalisht kam luftuar për të arritur gjithçka që kam dhe mbaj mend kur unë kam sjellur dokumentat mia të para tek Universiteti Qiriazi, unë kam qenë në fazën për të larguar nga Shqipëria, duke qenë që mendoja që këtu në Shqipëri gjithmonë do vazhdonte çdo gjë e padrejtë. Pra asnjëherë nuk do ta merrja atë gjë që më takonte edhe pse kisha lënë, po e them kështu në thonjza trut e mia mbi libra. Dhe kur unë kam sjellur dokumentat në Universitetin Qiriazi, kam pasur syt me lot me idenë që unë nuk do pranohesha në punë dhe mbaj mend që mbasi kemi bërë takimin që na janë bërë pyetjet edhe të gjitha, kur mua më thënë që ti je pranuar si pedagoge në Universitetin Qiriazi, unë nuk e besoj, aty kam qarë një më shumë, pastaj kam pasur dhe faktin se kam pasur realisht dhe pedagogët, që janë sot e saj dite pjesë e stafit, që mua më kanë ndihmuar shumë që të jem sa më mirë në mësimdhënien të studentët. Ju keni një background shumë për të marrë shembull, me thënë të drejtën, edhe të impresionon goxha. Kam një pyetje. Ai po vjedh shfaqjen. Po mirë, më Çfarë mundohesh ti mësosh studentëve përtej programit mësimor? Si bëhen zotët e vetes. Këtu nuk sa më i aftë jesh, më shumë bryla do kesh dhe unë këtë e kam vërtetuar tek vetja, por që asgjë nuk është e pamundur nëse ti ke një synim tek vetja, mjafton që ta vendosësh atë synim, ta çosh deri në fund dhe ta arrish atë. Të paktën nuk kështu kam punuar me veten time derisa i kam arritur të gjitha synimet e mia për të qenë shqiptarja e vet me performancave në lartësi. Dhe në këtë lloj mënyre mundon që ti motivoj, po edhe t'ju flas dhe t'ja ushtin në mend gjithkohë që shiko, se çfarë do bëni ju mbas disa vitesh, çfarë synoni ju për veten tuaj, sepse duhet ta mendoni ju, duhet ta ëndërroni ju, duhet të fiksoheni me atë gjë që ju doni të bëni për jetën tuaj që ta arrini atë, përndryshe nëse duke ndetur kot nëpër kafet, nuk keni për t'i arritur kur. Ja, unë që i kam humbur këto të dalurat dhe kafet, përkundrazi më mirë më kthej jeta, kështu që nuk këndoj. Fiona, duke qenë që marrëdhënia jote me lartësitë është një marrëdhënie e ngushtë, ka pasur ndonjë rast ku je ndjerë që o si do dali, mos do të shkon diçka që s'duhet? Na tregon ndonjë prapasken tënde. Unë në fakt në çdo performancë kam të ndjesisë, në fakt mua gjithmonë para çdo performance duhet të më ndodhi diçka e vogël e keqe, por rastin më të keq e kam pasur në Kosovë për performancën që bëra për pavarësinë e Kosovës, që sot e kësaj dite ja vazhdon të jetë një nga më të bukurat në fakt, sepse doli jashtë pritshmërive, unë kisha zgjedhur një datë për të bërë xhirimet, ku thonte që koha ishte shumë mirë, pra kushtet atmosferike ishin shumë mirë, dhe atë ditë që unë do xhiroja, mirë që filloi bora, po e mbushi Kosovën gjithë borë, dhe di vetëm që ishin -8 gradë, ka qenë periudha Covidit atëherë dhe unë bëra
performancën në 5 orë gjyrime. Kështu që nuk ka qenë lehtë as për mua, as për ekipin tim, se patjetër që unë kam një ekip që i marr me vete në këto çmendurit e mia. Edhe gjithmonë do më ndodhi diçka e keqe, por që nuk e lë asnjëherë performancën time përgjysmë. Sa tjetë në dorën time nuk e lë përgjysmë, nëse do e kem pastaj në dorë të tjerëve që nuk ma do më nga që do t'i lë ndonjëherë, atëherë ndoshta do më të ndodhi diçka. Ne dëgjojmë në fakt edhe pak zhurma se këtu ne podcastin ne regjistrojmë brenda ambienteve të Universitetit Qiriazi dhe studentët e Fionës kanë ardhur normalisht për ta suportuar. Sepse është zysha atyre e preferuar. E kam thënë ona. Jo, se nuk ja bëjmë kaq shumë gjetjen vetes, por realisht studentët i kemi shumë të mirë, kështu që unë personalisht jam shumë e kënaqur me studentët që kemi tek Universiteti Qiriazi. Shpresoj që t'i shoh sa më lart realisht. Aty do të arrijë suksesin më të madh nëse studentët do t'i shoh të arrijnë suksese dhe të arrijnë më të larta, më lart se zysha se nuk prish punë. Më lart se zysha nuk kanë ku të shkojnë, se zysha gjatë gjithë kohës në lartësi. Nuk shkojnë në mendje. Pa kompeticion pozitiv. Po. Fiona, si ja bën ti mbash studentët e motivuar? Këtë është shumë e bukur kjo, Sara. Se duhet të kenë motivim studentët sot. Ja, të shohin zyshën e gjarë, si mos të motivohen. Çdo ditë është ndryshe nga të tjerat. Çdo ditë është ndryshe. Po, kjo mendoj pra që i motivon studentët fakti të qenit ndryshe. Unë nuk jam një nga ato zyshat apo profesorat që japin vetëm mësim. Pra unë kam një jetë aktive përveç që bëj aktivitete private, përveç faktit që bëj performanca në lartësi, ja më shohin edhe këtu në universitet me gjarë, për bëj pjesë tek ato zyshat e veçanta dhe besoj që ato arrin ta kuptojnë që përveç mësimdhënies, bëj edhe nga 2-3 punë të tjera për të mbajtur veten time, kështu që nuk është se kam edhe aq shumë terezi dhe prandaj motivon se thonë ja, shiko zyshën 27 vjeçë, bën nga 3-4 punë, edhe prap ja del dhe prap kërkon më shumë nga vetja. Kjo është shumë e bukur. Fiona, unë dua të kapem pak më shumë tek ajo se çfarë ti bën, tek lartësitë. Kur nisi e gjithë historia të qenurit një akrobate? Unë gjithmonë kam kërkuar të sjell gjëra ndryshe dhe të jem unikale tek gjëja që unë bëj, pra të jem auto-autentike. Dhe duke qenë që në Shqipëri nuk e gjeja atë gjë, vendosa që të shikoj se çfarë bëhet pak jashtë vendit. Dhe kur pash nivelin e akrobatëve jashtë shtetit, thash që okay, do bëjmë edhe unë e tillë. Në fakt, unë për këtë performancë jam frymëzuar duke parë një akrobate greke që bënte performanca poshturave. Dhe aty e kuptova që më duaj alpinizmi, pra unë nuk jam thjesht një akrobate, por njëkohësisht unë bëj edhe alpinizëm sepse më duhet për performancat në lartësi, rock climbing. Edhe ja vendosa synin vetes që unë do të arrij këtë gjë. Në fillim stërvitesha tek liçeni artificial në rrugë, edhe bazë materialit çdo gjë unë e kam bërë vetë. Pastaj në momentin që unë takova miqtë e mi, që sot i kam vëllezër, të alpinizmit, ato më ndihmuan që unë përveç se të stërvitesha tek palestra atyre dhe të kisha një pikë që unë mos të stërvitesha më në rrugë, por të kisha një ambient ku të stërvitesha, u bën edhe pjesë e performancave të mia, sepse për çdo performancë që unë kam bërë për të krijuar atë imazhin tim, unë nuk kam pasur mundësi as që t'ju jap diçka për të kontribuar për të gjithë gjën që ato kanë bërë për mua, dhe sot e kësaj dite i kam krah për çfarëdo lloj gjëje që unë të bëj, kam krah. Prandaj mendoj që këtu prap nxjerrë një mësim shumë të mirë për studentët që jo të gjitha gjërat arrin vetë, dhe mendoj që kur ne bëjmë këto detyrat në grupe duhet të jenë shumë herë më të vëmendshëm, sepse nuk i diet asnjëherë se si të vjen jeta dhe mund të jesh i detyruar dhe duhet të punosh shumë mirë me njerëzit që ti do kesh përballë. Shumë e bukur. Faleminderit Fiona, ishte një përgjigje fantastike. Çfarë cilësish mendon se duhet të ketë një student? Që të paktën janë të rëndësishme për ty. Në sport apo në përgjithësi?
cilësit. Në radhë të parë duhet të duan në sportin që merren, por dhe në qoftë se kemi studentë të cilët nuk merren me aktivitet fizik, edhe kanë thjesht një pasion të cilin nuk kanë mundur ta zhvillojnë, ose ndoshta nuk kanë pasur mundësi që ta zhvillojnë si gjë. Mendoj që në universitet kur vinë dhe regjistrohen, gjejnë kushtet më të mira nga pedagogët për t'i çuar synimet e tyre deri në fund. Pra unë nuk pres që me lëndën e gjimnastikës unë ta bëj atë student në moshën 20-22 vjeçar ta bëj gjimnast, që ta çoj në gara olimpike. Jo, por unë pres që kur ai të shkojë të bëhet mësues në fillore, në gjimnast, pak rëndësi ka se ku të bëhet mësues, të jetë një mësues shumë i mirë për ato fëmijë që ai do stërvisin në grupe dhe të di që t'japi minimumin ndihmën e parë. Për të spikasur se kush mund të jetë një akrobat i mirë në të ardhmen, dhe pse jo të... Patjetër, po këtë gjë duhet të bëj një pedagog i mirë. Që t'ja mësoj studentëve, sepse ai nuk ka nga ta dinë nëse ti si pedagog nuk ja tregon rrugën se ku ai duhet të shkojë. Prandaj dhe unë me studentët shpeshherë i vendos në grupe dhe i jap shumë detyra kursi, për vetëm arsye se si të kenë mundësi që të bëjnë një orë mësimore ose një program pune, se si do t'i mbajnë në grup mosha të ndryshme, kur nëse ato nesër pas nesër bëhen mësues ose trajner. Fiona, ti pak më parë përmende që doje të ishe mësuese, të trajnuese. Si i përballon sfidat me nxënësit e tu, brenda dhe jashtë universitetit? Sfida? Po. Ndonjë sfidë, ndonjë mund të ketë unë nuk kam pasur ndodhur... Nuk më ka ndodhur që të kem ndonjë keq kuptim në fakultet, me thënë të drejtën me asnjë nga studentët, dhe shpresoj që mos të kem kur. Nuk ka pasur. Po tek studentët e tuaja jashtë universitetit. Nese. Shiko, ato janë edhe shumë të vogla, edhe mendoj që është edhe pak kjo periudhë e adoleshencës tani, që ndonjëherë dhe kur ja thua diçka për mirë fillojnë edhe rebelohen direkt, por që unë prapë nuk ja ulshoj dorën asnjëherë. Besoj që ma kanë sjell shpirtin e majtë të hundës. Dua shumë që të më dëgjoj kur ju flas për të ardhmen e tyre, sepse nëse nuk e vendosin jetën tani në vit, kur do ta bënë? Kur të shkojnë në moshën time, po jo se do unë vetë kam nisur në moshë të vogël këtë gjë. Ma sjell dhe shpirtin në majtë hundës, por nuk ja lëshoj dorën derisa t'i çoj aty ku dua unë që ato të jap. Për të qëndruar tek ajo që thatë, jam kurioze të di, a keni parë ndonjë ndryshim konkret tek studentët nga mënyra juaj e mësimdhënies? Unë pa përjashtim kam parë ndryshim tek të gjithë studentët, dhe për këtë realisht jam shumë e lumtur, sepse shoh se sa shumë rëndësi i kanë dhënë sportit, edhe mënyra se si ato duhet të ecin në jetën e tyre, pra dhe synime që ato duhet të kenë. Por dua të specifikoj një rast të një studenti tonë që është boksier dhe erdhi një ditë të bukur dhe më tha Zysha, kur të fitoj kampionatet, unë duaj që të bëj salto. Salto është një element gjimnastikor. Dhe unë e pash dhe thash, je i sigurt? Po, do të ndihmoj? Pse? Tha, më mban do të ti mua në pesh? Po, e thash, unë të mbaj dhe kur të duash, hajde dhe do të ndihmoj që ti të arrish këtë gjë. Në fakt, ne kemi bërë disa seanca, pra pa e ditur njëri, sepse ne duam ta bëjmë surprizë këtë gjë që kampionatin e radhës që aty do t'i vi, dhe kur ai të fitoj të bëj këtë ushtrimin, dhe ka arritur, domethënë ditën e parë, ai ishte keq normal, por kishte një shtytje shumë të madhe. Ditën e dytë dhe të tretë ai filloi duke hedhur komplet trupin vet, dhe unë i mbaja thjesht dorën tek mesi që mos të rrëzojë në tokë. Tani ai është në fazën që normalisht ka dyshekun dhe del në gjunjë ose me këmbët e ulura, derisa besoj që këtë javë do ta mbyllim edhe do ta përfundoj dhe do jep komplet vet, drejt në tokë, dhe ashtu siç duhet, dhe gati për kampionatin tjetër dhe ta presim me fitore. I urojmë shumë suksese. Shumë suksese për studentin. Fiona, si e shikon të ardhmen e edukimit tek të rinj sot? Me shpresë e shoh. Besoj që shumë më mirë do bëhet, edhe
nuk kam për të kaluar as pak në etapat që kam kaluar unë, sepse shiko, dhe njerëzit vetë nuk kanë më nevojë që të punsojnë apo të kenë afër vetes njerëz që nuk kanë njohuri apo dijet e duhura. Kështu që patjetër që e shoh me shpresë dhe akoma dhe më shumë shpresë për studentët tanë, që të shohim sa më mirë dhe sa më lart, pse jo në ambientet më të mëdha, si trajner, qoftë si pedagog, qoftë si mësues. Fantastike. A mundemi ta mbajmë pak gjarprin dhe besoj që Sara ka një pyetje të fundit, por do e bësh me gjarprin pasi unë të di çfarë gjarpri bën. Nuk të bën gjë. Është dekorativ, e kemi shokër. Sara, mund vazhdoni me pyetjen kolege? Jam kurioze të di sa i rëndësishëm është komunikimi i hapur midis lektorëve dhe studentëve. Është një nga pjesët më të rëndësishme, mendoj unë, sepse shiko, jo të gjithë kemi ditët tona më të mira, ka dhe ditë që janë keq dhe kjo ndodh shumë tek studentët dhe besoj që puna më e madhe e një pedagogu, lektori, është që të dallojë studentin kur ai është në ditën e tij më të mirë dhe kur ai është në ditën e tij më të keqe dhe se si ti mund ta ndihmosh atë. Të paktën unë me studentët, me vajzat, kam krijuar një lloj marrëdhënie, përveç si pedagoge, dua ta them edhe si një shoqe jashtë ambienteve të universitetit, për të vetëm në arsye që të di se ku unë kam mundësi që t'i ndihmoj ato dhe qoftë me një këshill që ato kanë nevojë, apo kur ato thjesht nuk ndihen mirë, nuk janë mirë, thonë zysha ne nuk jemi mirë dhe fillojnë ngren pak atë zërin, unë përsëri mundem që ti kuptoj dhe të gjej rrugën e dur dhe jo që do të them, ti më foli kështu mua dil jashtë. Kjo është shumë gjë njerëzore dhe e bukur. Është edhe shumë e shëmtuar që unë nuk dua që ta bëj asnjë jo vetëm unë, sepse normalisht të thash, unë vetë kam kaluar ato ditët e mia të mira dhe të këqija dhe do doja shumë që të kisha afër vetes dikë që të më kuptonte kështu siç mundohem unë të kuptoj student, por që e meritojnë se i kemi shumë të mirë, mos ta marrë kot tani. Është vërtet. Unë do bëj një pyetje të fundit, përpara se ta bëj pyetjen e fundit që ona për ty. Unë dua t'ja jap edhe një herë koleges time ta ndjej se si është të mbash një gjarpër në duar. Sara. Që ka seklet. Fiona, përpara se të kalojmë tek raundi jon i preferuar, që është quick fire round, janë disa pyetje të shpejta që ti do përgjigjesh shumë shpejt. Në rast se nuk e mbaron në 1 minutë kohë, ti merr një dënim dhe kjo është traditë që do bëhet në çdo episod të Shërazi Roots Podcast. Përpara se të vazhdojmë raundin quick fire, pyetja ime e fundit është: ke ndonjë mesazh për të rinjtë sotëm që duan të vazhdojnë një rrugë sportive, por ndoshta mund të kenë disa mendime që nuk mund ta bëjnë ose nuk mund t'i ofrojnë? Aty fillon. Ja, sa bukur mesazhin e nisë ti do ta përfundoj unë. Aty ku mendon që nuk mundesh, aty fillon e gjithë karriera jote. Kështu që mesazhi im është shumë i qartë, luftoni shumë fort për ëndrat e juaja dhe asnjëherë mos u dorëzoni dhe atëherë kur ju nuk mundeni dhe mendoni që nuk do t'i arrini ato, sepse do t'i arrini edhe ja. Unë jam rasti konkret. Shumë e bukur. Sara, të kalojmë tek raundi jon i preferuar, por do doja që gjarpri përsëri të kalonte tek. Nuk e dia i pëlqeu, i qëndroi mirë. Kam gjën, dua të rikto ta me Sara, se do të shkojmë Po pra, po i sa ndaj këtë, më çmend. sa atë po mendoja, është komfort, është Është hadi, ja, filloj. Është mërzitur për mua më duket, do pronoj të re. Sara. Kemi ardhur tek raundi jon i preferuar, që është quick fire round, që do jetë tradit në podcastin ton dhe unë dhe Sara kemi shumë përzemër si round. Konstaton disa pyetje të shpejta me përgjigje të shpejta për 1 minutë kohë, duke pasur edhe orën e rërës këtu. Jemi gati? Gati. Fiona, lartësi apo tokë? Lartësi. Frikë apo guxim? Guxim. Trup apo mendje? Mendje. Arti rrezikshëm apo arti i sigurt? I rrezikshëm dhe bëj vetë sigurt. Një frikë që e ke përqafuar. Gjarpri? Të rinjt sot, a janë shumë të mbrojtur apo të frenuar? Të frenuar deri në momentin që fillojnë të mbrojnë veten. Akrobaci apo mosimdhënie? Si do e ndaje? Si ndaj dot? Mos ta bëj këtë lutem.
Duhet përgjigje, shkoa. Ose dënimi në fund. Besoj që akrobacia mbaron një ditë, kështu që mësimdhënia vazhdon. Okej. Do zgjidhja adrenalinën apo qetësinë? Adrenalin. Më shkon më atje në sy qetësia. Që kur e bëm këtë pyetje e dinim përgjigjen. Adrenalin. Stërvitje apo performancë? Stërvitje për një performancë më të mirë. Me një fjali do na përshkruash pak Fionën? Ja, kështu siç më shihni. Shumë modeste, por shumë e guximshme për të arritur synimet e saj dhe shiko, dhe ju e keni kuptuar që unë marr pak gjërat me sportivitet se kështu kam edhe tipin, por që më pëlqen të jem e tillë vetvetja, as të shtirem edhe as të bëj gjëra që të ndryshoj tek vetja ime. Jo, unë kështu jam edhe kush do doj tjetë afër meje dhe do më doj, apo do më pëlqej dhe do motivohet nga unë, duhet të më doj në të lloj mënyra. Kjo është Fiona. Faleminderit shumë për përgjigjet Fiona, por nuk mbaroj, nuk ka akoma, por nuk mbarove në kohë, që të thotë ti duhet të kryesh një dënim. Fiona, dënimi që ti duhet kryesh është që të puthësh gjarpri. O krye dhe dënimi. Lëviz tani se edhe më lodhe thot. Kam ndryshuar shumë opinionin për gjarprin, them drejtën, që nga shumë të qetë. Janë të qetë që nëse ka njerëz që i kanë shumë fobi dhe ato që i kanë fobi patjetër nuk i shohin dot me sy, por që jo, këto janë gjarpri dekorativ dhe as pak të rrezikshëm. Perfekt. Fiona, në një fjali, çfarë duhet të mësojnë të rinjt nga rreziku? Çfarë duhet të mësojnë të rinjt nga rreziku? Nga rreziku lind vetjeta. Shiko, unë kam një shprehje, e më pëlqen shumë ta përdor atë që ne jetojmë çdo ditë dhe vdesim thjesht një herë, kështu që ku ka gjë më të bukur se adrenalina dhe se sa ta jetosh jetën me pasione të reja derisa të gjesh veten ti se ku është ai pasioni i duhur për ty. Shumë e bukur kjo. Të falenderojmë shumë Fiona, ishte një kënaqësi e veçantë vërtet. Dhe faleminderit Gjarprit që stole the show. Ky është një episod për ata që besojnë se rritja fillon aty ku mbaron rehatia. Faleminderit shumë Fiona Rushiti për sinqeritetin edhe çdo gjë të bukur që ke thënë sot në këtë episod. Ishte kënaqësi dhe mos harroni të na ndiqni të premten që vjen në të njëjtën orë dhe në kanalin Universiteti Qiriazi. Dhe një reminder, rreziku më i madh është të mos provosh fare. See you next week.